Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Takohemi në këtë mëngjes natyrisht me të ftuarit e ditës, të cilët i japin kësaj studio shumë ajër, informacion, ndjesi të bukura, ritmin e ditës, e pse jo dhe vlerësimet e ditëve. E ftuara ime sot është një artiste e penelit, e cila me thellësinë e mendimit, me mënyrën e shprehjes dhe me çdo gjë e bën të veçantë portretin e saj. Në fakt ajo është mjaft e vlerësuar nga votat e publikut. Pikërisht edicioni i 10 i Best and Nord i organizuar nga agjencia spektakleve Buna votoi dhe nxori si piktoren më të mirë të vitit piktoren Denisa Brahimi. Ajo është e ftuara e këtij mëngjesi. Mirëmëngjes Denis, mirë se erdhe. Mirëmëngjes zonja Merita, mirëmëngjes atyre që na ndjekin. Ju uroj ditë të mbarë dhe të hënë të mbarë. Faleminderit shumë për urimet, ndërkohë që un jam shumë e kënaqur që je tashmë në këtë mikrofon, natyrisht me një përvojë shumë të bukur në ekspozitat dhe pjesëmarrjet tuaja, por ajo që është shumë entuziaste është të zgjidhesh me votat e publikut, është diçka shumë e bukur, apo jo? E ke përjetuar mjaft mirë, besoj. Faktikisht është e bukur. Kupton edhe mendon që ndihesh e vlerësuar, ke njerëz që të vlerësojnë, pavarësisht dashamirësve, miqve të afërmë, mendon edhe kupton që pas ka edhe të tjerë që të vlerësojnë çdo ditë punën tënde, edhe kjo ishte ndoshta ajo kënaqësia që unë përjetova. Ishte emocion faktikisht jashtëzakonisht i veçantë. Sepse ky emocion përzihet edhe me përgjegjësinë që ndjen njeriu, sepse kur dikush të vlerëson, natyrisht është ajo përgjegjësi që të shoqëron në realizimet tuaja, apo jo? Kjo ishte faktikisht, sepse të them drejtën, unë nuk e dija për nominimin. Edhe e mora vesh nga njerëz të tjerë që filluan duke më shkruar je nominuar, u habita faktikisht, edhe fillova të hyj dhe unë tash në internet të shoh çfarë pas ka ndodhur. Edhe kjo ishte ndoshta edhe ajo surpriza ose ajo dëshira që unë kuptova gjatë një muaji, pasi votimet kanë filluar mos gaboj me datën 10 dhjetor dhe kanë mbaruar me datë 10 janar. E gjatë gjithë këtij muaji më shumë më bante përshtypje që më shkruanin njerëzit, do jesh fituese, kemi votu, edhe ishte ajo përgjegjësia që unë nuk është se kisha më aq marak, të them drejtën, që përfundonte, ose kur muronin i thoja ka kohë, nuk e di a mund t'jem unë fituese ose mund t'jetë dikush tjetër, pasi edhe konkurrentët unë i kam miq, i kam shok, janë me të vërtet artista shumë të mirë, edhe po është pak ajo modestia zakonisht më karakterizon. E gjë e bukur. Në fakt, si ishte viti për ty si piktore? Ishte vit i mirë. Faktikisht gjithmonë mundohem që të vendos disa qëllime, disa synime, faktikisht varet me Denisen kjo gjë, që jam mësuar gjithmonë për të punu, për ta menaxhu kohën midis shumë gjanave, sepse ti je artist, ti je në një punë që karakterizon, ti je familjar, normalisht kesh fëmijë, 2 beba, të cilët janë rritur tashmë. Janë rritur tashmë, po gjithmonë për mamat sado që ti rritur, janë ato bebat e vegjël, që je gjithmonë pas tyre dhe me ta. Nuk është e lehtë, por deri tani kam arrit edhe arri faktikisht të menaxhoj kohën mirë. Kjo është gjë e bukur. Me artin, me punën, me familjen, me miqt. Gjë e mrekullueshme. Ajo që më bën përshtypje është
aktiviteti ytë mjaft intensiv, pjesëmarrëse në ekspozita të shumta, të përvitshme, madje ekspozita që radhitesh për krah piktorëve dhe artistëve më të mirë shqiptar, ekspozita që lidhen jo vetëm me sallonin e Vjeshtës apo me Shkodrën, por edhe ekspozita që ka përcejnë Shkodrën në Institutin e Arteve, në Muzeun Historik Kombëtar, Galeria Fab, në qytete të tjera. Pra është një intensitet pjesëmarrjesh, gjë që për mendimin tim të jep një hap të veçantë. Faktikisht ndoshta janë edhe këto kontaktet. Unë faktikisht përsa i përket nëntorit që ju po e thoni, unë do të kujtoj sot pak të ndjerin Besim Tula, organizatorin e nëntorit që gjithmonë, domethënë, mbledhte artistat më të mirë shqiptar. Dhe faktikisht nuk është pak që një artist e ri, pra unë më sa mbaj mend mund të kem hyrë para 6 viteve në ekspozitat vjetore të nëntorit, të marrësh pjesë me Gazmen Leken, shumë artistat mirë njohur, me ish profesorin tim Andi Hila, me Agron Mesi, e shumë artistë të tjerë që edhe për momentin tash nuk vjen mend, po s'mund t'i përmendesh edhe gjithë. Ka qenë faktikisht një kënaqësi e veçantë, ftesa. E kështu vazhdoi pastaj çdo vit gjithmonë me një kërkesë jashtëzakonisht ndaj vetes faktikisht, edhe miqësore, por edhe ndaj vetes që të paraqitesh edhe të pëlqen, ose kur diskuton që tashi puna njihet, pra ato e din ose kanë fillu që tashi kjo është puna e Denisës. Kështu që jo ma si Denis si individ, por puna e Denisës. Kjo është të krijosh personalitetin tënd, dhe kjo të ka bërë që të jesh e sigurt në pjesëmarrje, në hapin tënd, apo jo? Normalisht po them dhe një herë, pra jo si Denis si individ, por puna e Denisës ka shumë rëndësi. Është diçka që të karakterizon, ndaj ndoshta ke pasur vendin tënd në këto ekspozita. Normalisht, gjithmonë është kënaqësi, është përgjegjësi për mua, shumë përgjegjësi, sepse janë emrat mirë njohur, nuk mundesh, është përgjegjësi, sinqerisht. Në fakt, cilat janë gjinit tuaja më të preferuara që ke lëvruar? Kam lëvruar shumë dikur. Momentalisht e vitet e fundit fokuson gjithmonë në gjinin e kompozimit ose të peizazhit. Ka shumë vite që nuk kam lëvru gjinin e natyrës qetë, që normalisht për ne në kohët e studimeve të liceut ose në Universitetin e Arteve kanë qenë më të lëvrume, por fokuson për momentin tek kompozimi dhe peizazhi. Të takon të ecësh, të shohësh, të përzgjedhësh, të lëvizësh shumë? Shumë lëviz shumë, sepse e dua shumë vendin, e dua Shqipërinë, mundohem të lëviz, malet, fushat, kodrat, deti, gjithçka për një artist besoj se është frymëzuese. Ndërsa për teknikat cilat janë? Kryesisht teknika pikturës dhe fotografia ose grafika, por kryesisht teknika pikturës, pasi edhe specializimi im ose masteri im është pikturë kavalet. Më pëlqen shumë grafika, por laboratori pak të kushtëzon, duhet kesh një laborator. Sepse te ke kaluar në formimin... Shumë teknika, faktikisht. Keni kaluar disa... Pas pikturës, fotografia është pak, mund themi, pak më e kollajt për ne, sepse mund kemi një aparat në dorë ose një telefon gjatë kohës që lëvizim. Dhe mund t'jetë pak më komode. Pastaj gjithmonë piktura, penili dhe ngjyrat mbeten ato që janë edhe ajo nisma që... Si lind një vepër të këti? Tashi arti bashkëor faktikisht lind ndoshta, jo ndoshta, por për mu me një koncept
me një përshtypje, me diçka që mu më ngacmon, një frymëzim që më impresionon, me një kujtim, jam shumë e lidhur faktikisht si natyrë, e kam vëri që fëmijë me nostalgjin, shumë. Mund të largosha një javë nga shtëpia, pavarësisht se shtëpia ishte shumë modeste, por më merrte madhi edhe kur shkosha në shtëpi, ndoshta për shumë orë, sikur isha largu për vite. Nostalgjia është diçka që mu ngacmon gjithmonë. Natyrisht të prekësh tek kujtimet, ndoshta është të ofrosh shpirtin tek ajo ta i thelb që më pas të ndriçon në vazhdimsi. Është vërtet. Në fakt, Denis, është një sfidë pikërisht të nisësh një punë, të përjetosh emocione të bukura, her pas here ndoshta edhe të gjesh të meta tuaja, ti korrigjosh ato, është rrugtim, është një proces. Si është tek ty? Faktikisht kur lidhet edhe me emocionet vetjake. Kur nis një punë, normalisht përveç emocionit, vitet e fundit bëhet një punë që do ta mbaj shumë gjatë. Jo për arsye se dua ta mbaj gjatë, po për arsye edhe të angazhimeve të punës, sepse neve nuk jemi artist krejtësisht të lirë, pra freelancer, por jemi artist që e kemi edhe një punë normalisht për t'jetu. Natyrisht. Kështu që nuk është se çdo gjë mund t'ja falim ose mund t'jetojmë vetëm me artin. Është pak e vështirë, të them drejtën. Dhe normalisht duhet punojmë edhe diçka tjetër, shumë punë etj. Edhe prandaj ndoshta kjo është që koha ndahet edhe me punën e shumë gjëra të tjera dhe pastaj puna artistike mbet në gjatë. Ajo është diçka që akumulohet, që ndoshta bën një dialog me veten, edhe rikthimi ose kthimi her pas here në punë është një lloj, si thua, mbrojtje brenda vetes e realizimeve. Është faktikisht edhe ndodhet ajo sa më shumë, ndoshta ndodhet ajo pjekja ose ai mendimi që edhe mund ndryshosh gjërat. Në fakt ke marrë një aktivitet shumë të dëndur në pjesëmarrje, në punëtori, sepse në koloni që piktorësh, por ekspozit personale keni vetëm një në Ulqin, e keni hapur. Faktikisht kanë qenë edhe më tepër. Po duke fillu që në shkollën 8 vjeçare në atë kohë, kur fillesat e mia filluan në Qendrën Kulturore të Fëmijëve, atëherë quhej Shtëpia e Pionierit. Aty fillon me ekspozitën e parë, kur qendra vetë vendos që të realizonin një ekspozitë personale. Pastaj më vonë unë faktikisht do kisha dashur shumë sot të përmend mësuesen time të Shtëpisë Pionierit, zonjën Enerieta Zhilla. Ka jashtëzakonisht shumë vite që unë dhe ato që kemi qenë bashkë nuk e kemi takuar, nuk e dim, do kisha dashur shumë që të dëgjonte dhe të kishim një mundësi për të taku. Pastaj vjen një ekspozitë me mësuesa Enerietën, ju keni filluar fillesat e para. Në klasën e 6. Shumë herë. Si shkuat ju pikërisht në shtëpinë e Pionierit të atëhershme? Besoj se dikush ju ka shoqëruar. Faktikisht ishin kohrat kur artin faktikisht e zhvillonte një profesionist. Nuk është si tani që përgjithsisht dhe 90% e shkollave në qytetin e Shkodrës artin nuk e zhvillon një profesionist. E zhvillon një mësues i lëndës së gjuhës ose i matematikës ose ku ta diun. Atëherë ishin kohrat kur zbuloheshim. Pavarësisht se ni zbuloheshim, faktikisht arti është diçka e lindur ose genetike që vjen kryesisht edhe nga prindërit ose nga familja. Të injektohet, si themi ne, në vena dhe pastaj është ajo dëshira ose mundësia që ne japim për ta vazhduar dhe për të ecur përpara, se faktikisht nuk është një rrugë e lehtë.
Dhe duke marrë pjesë në për këto konkurse e tjerë që shkollat aktivizote, më lindë dëshira dhe shkojmë në shtëpinë e pionierit. Duke kujtu disa kujtime jashtëzakonisht fantastike. Kush e mban mend ish shtëpinë e pionierit asaj kohe, shtëpinë e Mark Kakarriçit, atë oborrin e harlisur, atë shatërvanin fantastik me atë monumentin skulptural, nuk e di, ambientin brenda po e pa, ato shkallët e mermert. Është me të vërtet, ndoshta tashi e kuptoj, pa atëherë nuk e kam kuptuar që ndoshta kam kalu disa kohë në një Firencë të vogël. Magjike. Magjike, me të vërtet. Është vërtet. Kur e kam parë, kur jam rrit, pastaj e vërtet. E kam menduar që pasi mi pas me të vërtet fat. E vërtet. E megjithatë, pa ndroje, fillove me njëherë ato rregullat e vizatimit, të cilët mësuesja e Henrieta ju mësoi me shumë elemente faktikisht shumë të rëndësishme. Ishte shumë individ përveç se profesional, por shumë njerëzore, thënë drejten. Një individ që unë nuk do ta harroj kurrë. Pastaj çdo gjë vazhdon normalisht, edhe liceu ishte zgjedhje. Faktikisht edhe nuk jam penduar asnjëherë edhe për liceun, sepse kisha mundësi normalisht nga që origjina të dy prindërve të mi vinte nga Malizi. Kisha një mundësi për të shkuar në liceun e Cetinës. Liceu i Cetinës ka një histori edhe ishte me të vërtet fat, por nuk arrita zgjolla faktikisht Shkodrën. Ishte shumë, pra isha fëmijë 14 vjeç, por e dija që Shkodra ose vendi im është diçka që më lidhte shumë. Arsyeja ishte më tepër tek gjuha, nuk arrita të ambientohem, pasi edhe nanën kur e ndigjosha duke fol serbisht nuk ishte diçka që më pëlqente. E megjithatë, ti vetë the që jam shumë e tërhequr pas vendit. Prandaj, megjithatë ti nuk je zhgënjur. Nuk jam zhgënjur, po do kishte qenë një mundësi shumë e mirë. Por nuk jam zhgënjur as pak. Ndërkohë që formimi yt në shkollën e mesme drejtohej tashmë nga piktor, nga njerëz të artit, të cilët të përcollën, domethënë e përshkove këtë rrugë me hapin e duhur, apo? Po. Ishte koha që kishim fatin faktikisht, kishim disa shkodran me shumë vlera, artistë me shumë vlera, që pastaj më vonë u larguan nga Shkodra, u transferuan në Tiranë. Po them profesorin tim grafikës agronomisin. Pastaj përshëndetje shumë. Profesorin e pikturës Surgjdi Shkrelin, pastaj vazhduam grafikën me përsëri një individ shumë të rëndësishëm që ka luajtur shumë rol në hapat e mi, faktikisht është edhe ish drejtori i Galerisë së Arteve, që sot vazhdon të jetë profesor në Shkollën e Mesme Artistike Prënkjakova, zotin Artan Draqini. E gjithmonë pastaj edhe faktikisht nga ana private me Andin, me Zysh Lilianën fillimisht, pastaj me Andin, sepse edhe Zysh Liliana gjithmonë na piketonte edhe ato që kishin një ritëm tjetër, pastaj na transferonte tek Andi. Që atëherë ishte i ri edhe ishte shumë edhe komod për ne, se përveç se punoshim, qeshim, luanim, kujtime gjithmonë faktikisht. Po ke pasur ekspozita gjatë kësaj periudhe, apo? Po, kam pas hapur një ekspozitë personale në Shkollën e Mesme në Tiranë. Përsëri më patë ndihmu shumë profesor Agroni me profesor Rushdin, ishin siç është termi tash i kuratorit. Po. Atëherë nuk ishte as shumë i dëgjuar, po ato u kujdesën shumë për këtë eveniment. Pastaj vjen ajo që thatë ju që në vitin 2015 hapi një ekspozitë në qytetin e Ulqinit, përsëri në një, unë e quaj fat
të hapësh një ekspozit në galerinë e Ballshajve, pra në Kala Po, në në Ulqinit. Kala, po. Përsëri, sepse unë thash, përveç se jam shumë e lidhur me vendin, por edhe me historinë. Pastaj gjyshja ime nga babi, origjina e saj ishte nga Ulqini. Kam shumë kujtime, kam shumë miq në Ulqin. Pas Shkodrës, Ulqinin e kam kështu si shpinë e Afër, ditë. po. Shumë afër. Ruan kujtime nga vlerësimet dhe impresionet veçanta nga punimet e kësaj ekspozite. Ruaj kujtime, faktikisht u paraqita me një cikël që unë kisha punu shumë. Pra atë cikël, pra me teknikën e pikturës, bëj ravaj, ruaj kujtime. Përveç shkollimit në Departamentin e Arteve, ju bët masterin në Tiranë për pikturë të kavaletit. Kjo do të thotë që i ka dhënë një mjeshtri më të specifikuar punës suaj apo jo artistike. Është vërtet, faktikisht ishte një zgjedhje që unë e doja. Nuk është se kjo lindi në një mosh, pra sa mbaron liceon. Unë më përpara kriva një fakultet tjetër, atë të mësuesisë. Por e vlerësoj edhe e di që më ka ndihmu shumë në marrëdhënien edhe me nxënësit. Edhe pastaj edhe me studentët, sepse ka shumë rëndësi edhe metodika, teknika etj. Pastaj faktikisht u kriju mundësia në Shkodër, kur ne ishim ato të parët, pra në Universitetin Luiç Gurakuçi u hap një deg pikturë dhe grafik. Por përsëri unë gjithmonë kam qenë pjesë e grafikës, edhe në lice, ka qenë një zgjedhje shumë e fortë, se edhe si natyrë punet ose kontrastin grafik e kam është shumë evident. Pra piktura me grafikën për mua është e njëjta gjë. Janë dy teknika që unë nuk i ndaj nga njëra tjetra, por thash, është pak ajo pjesa e laboratorit që ka specifik tjetër. Kurse piktura është më komode, shkon blen një telajo, mjafton të kesh një frymëzim ose një ide, ngjyrat gjithmonë donohen në studion ton, kështu që është edhe realizon. Pra u specifikove në masterin në pikturën e kavaletit. Pastaj normalisht të transferova në Tiranë, me vështirësi, natyrisht, çdo gjë është kisha edhe fëmijë të shumë vegjël faktikisht, por them që gjithmonë harrohen në atë sensin ato vështirësit, por mbeten përsëri ai rrugtimi, ato sfidat, ajo lodhja që me pyesësh tani, them përsëri e bëj edhe me shumë kënaqësi. Kjo ka qenë diçka e bukur. Pavarësisht se lodhja ka qenë më ndryshe se si mund të jetë normalisht një i ri, isha shumë e madhe se dashmoshatarët. Po, megjithatë, që të kryesh gjithë këtë rrugtim, do një mbështetje. Një mbështetje që ndoshta e ke ndjerë që kur ke hedhur hapat e parë dhe më pas ke vazhduar. Gjithmonë ajo mbështetja dihet kur je fëmijësh tek prindërit. I matë e ka pas artin vena, pavarësisht se s'ka mujt për ta vazhduar nga vështirësitë, sepse prindërit e kanë lënë shumë të vogël. Dhe ai e ka dash shumë, jo se e ka dash nëse unë nuk e kisha talent, por kur i thonin artist mirëfill që të lutem, çoje diku që është specifike për artin, mos e humb të mundësi, edhe ai ishte faktikisht i pari që tha, me që talentin e ke, do ta vazhdosh. Kudo që ti dëshirosh, do ta vazhdosh, s'është problem ideja ma që kur je edhe një nxënës i mirë, gjithmonë janë edhe do mbesin të jo po do vazhdoj studimet, jo ekonomiku, jo juridiku, jo mjekësia, jo kjo, jo ajo. Unë e vazhdova, por nuk dola e humbur, asnjëherë. Kjo është diçka. Edhe kur e bën diçka me dëshirë dhe kur gjen atë talentin, them se është më rëndësishme se
krysh ndoshta një ditë tjetër që nuk është aq shumë e dashur për individin. Unë jam gjithmonë që individi të zgjellin atë që do, sepse nëse zgjell për të ardhmen atë që do, edhe atë punë që bën do ta bësh me shumë dashuri, se s'është pak të rish në 9 orë në punë dhe të bësh një punë që nuk e do. Vërtet, çdo gjë lidhet me pasionin. Me pasionin, mu tashi që jam e pjekur, nuk do më kishte interesu as mjekësia, as juridiku, por sepse e gjen veten këtu, natyrisht. Në fakt, Denis, aktiviteti yt është mjaft i hapur, do të quaja, sepse ju pak më herët përmendët keni kryer dhe një fakultet mjekësie, duke u bashkangjitur mësuesie. Po përmendëm mjekësi. Mësuesie. Dhe duke u bashkangjitur pikërisht artet të pikturës, këto rrugë bashkohen dhe natyrisht puna juaj me studentët, me nxënësit e pikturës, e thot më së miri pikërisht këtë profesion që ju keni. Edhe në departamentin e arteve keni dhënë mësim në shkolla të ndryshme, tani në shkollën në medresin edhe Prenjakova. Edhe në Prenjakova. Pra, do të thotë që keni një aktivitet të gjerë me nxënësit, me mësimdhënien. Çfarë hapësire ju jep si artiste pikërisht mësimdhënia, duke parë se keni edhe nxënës piktor që do t'i edukoni, do t'i formoni ju vetë? Normalisht, ajo është përgjegjësi faktikisht për mua. Edhe jam natyrë që mundohem edhe dëshiroj që gjithmonë me dhanë më të mirën. Sepse vitet kalojnë edhe gjithmonë ai mësuesi i mbetet një shembull. Ashtu siç tek ju kanë mbetur mësuesit tuaj. Edhe duke punu për edhe kërkoj faktikisht nxënësit edhe e dim shumë mirë që mund t'i dukem kështu nga natyra e re e tjera dhe gjithmonë është ajo kur shikon një individ të ri dëshiron edhe pak të përfitosh. Por jam natyrë shumë kërkuese. Po e them përsëri, ato e din shumë mirë, dojnë faktikisht, por edhe thonë që zysha është pak e rreptë. Ka nxënës të talentuar që... Kam nxënës të talentuar, unë edhe në ciklin 9-vjeçar, gjej, edhe punoj shumë, dhe më thanë, aktivitetet në medrese janë pafundme. Një hapësirë, dhe më thanë, përsa i përket edhe artit i vendosin jashtëzakonisht rëndësi, me ekspozita, konkurse. Kam disa elemente që unë i kam zbulu, si në 9-vjeçaren, si në ciklin e mesëm, po ashtu edhe fillor. Por pastaj kënaqësia kur je në lice, në një shkollë që është profesionale dhe specifike për këtë punë, dihet që kërkesat janë më të larta. Natyrisht aty pastaj ka përgjegjësi brumosen edhe latohen në një mënyrë krejtësisht tjetër. Me sa shoh, hapësira juaj artistike është habitati juaj më i këndshëm, do ta quaja. Është një studio në shtëpinë tuaj? Një studio brenda shtëpisë, një hapësirë dhe më thanë që gjithmonë ashtë ma dashtëna. Gjenë kohë ta vizitosh gati çdo ditë? Po e kam në shtëpi. Pra, vetë sa hap derën dhe kam studion. Nuk është se kam në një hapësirë që më duhet lëviz për të shku tek studioja. Prandaj, kur e ke faktikisht edhe kaq afër, edhe hapësira dhe orari mund t'jetë gjithmonë 1 natës, 2 natës, 10 natës. Gjithsesi ka një komoditet pozitive, po, është një komoditet që unë arri domethënë me pas. Por nga ana tjetër, natyrisht duke qenë në një shtëpi artistësh, dhe ato djem tuaj që vizitojnë her pas here, ndonjëherë edhe të ngacmojnë, nuk e di. Shumë mendoj.
Gjatë kurseve, pra pjesës kurseve private që unë realizoj, ato nuk marrin pjesë. Kanë pak të problematikën fëmijët që s'po du e tjerë, por punojnë, ne vemëri që kanë talent, s'kanë ka të shkojnë. Se është një trashëgimi edhe një vazhdimsi që ndoshta ajo genetika let jashtëzakonisht shumë rol të veçantë. Unë do kisha pas shumë dëshirë që të vazhdonin rrugën e artit, jo vetëm pikturës ose të skulpturës. Po, pavarësisht, po t'jenë në shpirt artist. Në shpirt, po që po artist, por edhe të ketë lidhje me artin. Për shembull, lindi djali i vogël për momentin thotë që do të bëhem arkitekt. Po, gjithsesi. Është diçka që ka shumë lidhje me artin. Gjithsesi. Darti ka dhe një emër, artist. Dart, pra Denisa Dart. Kështu që ai është më tepër tek teknologjia, vizatojnë shumë, por e lidh shumë edhe me teknologjinë. Gjë e bukur është që të kesh një ambient artistike, sepse ai në një farë mënyrë të bëhet jo vetëm mbështetës, por edhe kritik. Apo jo? Janë kritik, por gjithmonë me atë mënyrën e një fëmije. Po, për të mos përmendur pastaj gjithë familjen tuaj, e cila është e përkushtuar dhe është titullare e artit, jo vetëm në Shkodër, por shumë e përmendur. Ndërkohë, Denis, ne flasim për piktori më i mirë i vitit. Gjë që besoj se ti kam mbledhur forcat për të realizuar gjëra të bukura, apo jo? Ato faktikisht çmimet të motivojnë. Por forcat mjafton që kem shëndetin faktikisht, gjithmonë i kam njësoj ato qëllimet ose predispozitat. Kështu që tarmes nuk i dihet asnjëherë, do punoj fort. Gjithmonë për me dhanë më të mirën për veten, por jo vetëm për veten, por edhe për qytetin. Denisa është shumë e lidhur me Shkodrën. Shumë e lidhur do jem gjithmonë me nxënësit ose me studentët gjithmonë. Është një marrëdhënie që ke ndonjë punë të veçantë që sa herë sheh nuk mund të ndahesh prej saj. Mund të përmend faktikisht për një artistët ose për mua si individ. Ato punët janë gjitha si fëmijët. Po. Jam shumë e lidhur me punimet. Edhe kur e largoj një punë etj, mendohem shumë mirë, edhe ose kur e dhuroj, po e them ndoshta publikisht, ato njerëz që kanë një punë temen që e kam dhuru, duhet ta dinë që i kam dhuru diçka shumë të rëndësishme nga vetja. Nuk mban kopje? Jo, nuk mbaj kopje. Edhe jam natyrë që s'm pëlqen shumë të kopjoj, sepse emocioni pastaj ndryshon. Ndryshe është ai emocioni i parë, edhe ndryshe është emocioni i dytë ose i tretë që mund kopjosh. Po tani, ke ndonjë vepër për cilën po punon? Ndoshta, jo, po përmend i herë veprën ndoshta të fundit në sallonin e vjeshtës, që ajo do mbetet ndoshta ma preferuar, sepse ka të bëjë me diçka shumë emocionale temen. Është një kompozim, një vizatim përsëri tek nostalgjia, me kujtimet e prindërve, pasi ato nuk jetojnë më. Është diçka jashtëzakonisht emocionale, që të prek ndoshta kur e shikon, por unë jam knaq. Çfarë ke paraqitur në punimin tënd? Është në teknikën e vizatimit, thash, në gjinin e kompozimit, është një cikël nuk e dija, e kujtoni, sepse është në sallonin e me ngjyra të vjeshtës. lehta, të bukura, të ngrohta. Kështu që është diçka që ndoshta do mbetet, për momentin është më e preferuar, ja them se do mbetet gjithmonë. Këto kujtime natyrisht zem një vend Prindi gjithmonë tek fëmia shpirti. do mbes diçka që është e paharrueshme. Pastaj ato sakrificat e prindërve tanë, që secili e di që
janë ato Nderim shumë i madh. nderim. Sepse ata mbeten aty, pavarësisht viteve që ecin. Është fiks edhe me të vërtet krenari, sepse kanë qenë një mbështetje jashtëzakonisht e madhe. Gjë e bukur. Gjithmonë. I mat ka met shumë si breng që nuk arriti me pa ndoshta suksesin e studimeve të mia, të paktën nana jeme e shijoj këtë gjë, ka qenë shumë krenare gjithmonë që të paktën atë ëndrrën sirtar e realizoj. Gjë e bukur. Këto ditë kemi diçka që do të realizosh? Kemi faktikisht do vim me një ekspozitë personale në Galerinë e Arteve. Po kjo është një lajm. Një lajm, po E kemi lënë për në fund. nuk dua ta jap kështu, nuk jam natyrë supersticioze, por mbetet si diçka më organike, më surprizë. Gjithsesi ju punoni për këtë. Kam punu, do jetë një cikël, thash, plus që kam punuar gjatë viteve edhe po punoj, sepse do jetë së shpejti, nuk është se është edhe shumë vonë, pra nga pranvera. Sepse i ke tematike më duket ekspozitat, për shembull, ekspozita e Ulqinit ka qenë për të fokusit diçka. Do jenë pjesë edhe nga ekspozita e Ulqinit, por edhe punë që janë bë edhe pas viteve të ekspozitës së Ulqinit. Por edhe kjo ekspozita faktikisht erdhi ma shumë si një nxitje, që edhe të miqve, edhe të afërmve, edhe të Mirit, drejtorit Mirjukës, Fatmirit, drejtorit galerisë. E përshëndesim. Dhe e përshëndesim me të vërtet. Do jetë natësi, nuk e di, emocion, normalisht, se e kam, mendoj se sa më shumë që vitet kalojnë, piqemi, ajo përgjithësia tek unë rritet. E vërtet. Tek prezantimi, e tek shumë gjëra tjera, mendohem shumë, ndoshta më shumë se duhet, për të bërë një hap që është i rëndësishëm, sepse ajo mbet. Sepse nuk është kollaj. Edhe e vërtet është çdo gjë është përgjegjësi. Edhe pikërisht puna e artistit është një punë që interpretohet. Do flasin për ty, kështu që është përgjithësi. Edhe mbetet, është diçka ashtu si çmimi piktori më i mirë i vitit i është shtuar shumë bukur si vizë tuaj artistike të vlerësimeve, gjë që natyrisht të jep një hap tjetër në shumë realizime dhe në shumë gjëra që ndoshta publiku më ka njohur tash nga ana një Denis, jo më nga ana punës, sepse por gjithmonë kam dashur më tepër më njoft, jo nga ana si Denis, por puna Denisës. Puna e Denisës, ashtu siç ju thatë, edhe në ekspozitat kombëtare që ti ke marrë pjesë, ke patur stilin tënd dhe profilin tënd pikërisht në të gjitha punimet, përndryshe nuk do të kishin ftuar vazhdimisht, apo jo? Po. Për ekspozita gjithmonë jam e gatshme. Për intervista si Denis si individ, jo ishte shumë e këndshme, madje unë nga afër njoha një artiste me një shpirt të madh, të ndjeshëm, që ecë jo pa maturi në çdo hap që hedh, por që ka stacione të veçanta që lidhen me përgjegjësinë shumë të madhe. Që por edhe me një vështrim shumë të madh mbi rolin e artistit, siç është edhe roli edukativ dhe formues tek nxënësit. Përndryshe, artisti nuk është kaq dimensional për të shpërndar artin e tij. Nuk kemi ndryshe nga individët e tjerë. Unë uroj që Denis çdo hap i ytit të jetë po kaq me përgjegjësi dhe maturi, por edhe me cilësinë që arti yt paraqet. Unë besoj do të ftoj përsëri kur të hapësh ekspozitën, sepse atje do të jenë çdo gjë e përkthyer në një emocion konkret me veprat e ciklit që do të para. Një synim që është më i veçantë.
Natyrisht. Do takohemi shumë shpejt në realizime të tjera të bukura. Të uroj vetëm suksesa. Vetëm suksesa në këto hapa që shoh edhe një ngrohtësi shumë të këndshme, ashtu siç pushteshja jote është, ashtu edhe në punimet tuaja që paraqitet pikërisht kjo ëmbëlsi shpirtit dhe kjo frym sa femërore aq edhe e latuar edhe e bukur artistike. Me atë forcën burrërore, po që gjithmonë e gjen vetëm një femë në atë rrugë, me gjet atë forcën. Kjo është. Të falenderoj shumë dhe të uroj vetëm suksese. Titulli çmimi që ke marrë besoj se është një stacion i radhës për të vijuar më pas me të tjera arritje në rrugën tënde artistike. Unë faktikisht ju falenderoj ju, sepse jeni gjithmonë ai komoditeti. Ashtu ai zëri i ëmbël që unë e kujtoj që fëmijë. Falenderoj. Kur unë kam qenë, ndoshta mund mos ke qenë kjo studio, mund ke qenë një studio tjetër, por kur ne kemi qenë bashk, unë ju thash, ne njihemi që shmi, por ndryshojmë edhe. Falenderoj shumë. Kështu që përsëri ajo nostalgjia ishte që mbani për më ardh, karshi jush edhe karshi institucioni të Radio Shkodrës. Pafund, kjo derë është e hapur. Kjo derë është e hapur. Ishte me vërtet një kënaqësi shumë e veçantë. Ju falenderoj shumë dhe suksese pafund, Denis. Të falenderoj që erdhe sot në Mirëmëngjes Shkodër dhe natyrisht u njohëm më nga afër me shpirtin e artistit dhe me ecurimin e saj. Tashi pas shumë vitesh me pjekur, jo ma i fëmia lëzënjar. Po, gjithsesi, këto janë hapat që gjithkush i kalon, por secili ka të veçanta. Çdo etapë. Të falenderoj edhe një herë. Faleminderit. Suksese shumë. Faleminderit.